si që është përcjell Wahbi, Allah mëshiroft, ka thënë kësaj: prej dijes burojnë nderi, edhe nëse njeriu është i ngratë. Prestigji, edhe nëse poseduesi i saj është i përçmuar. Afërsia, edhe nëse ai është i largët. Pasuria, edhe nëse ai është i varfër. Dhe respekti, edhe nëse ai është i përbuzur. Pra, kjo është këshilla cilën sot me lejen Allah te bareke ve teala do të mundohemi ta shpalosim para jush, dhe është një prej atyre këshillave që ndonse e shkurtër në vete ngërthen mësimet të shumta, mësimet të bukura, mësimet të rëndësishme. Rëndësia e saj nuk qëndron thjesht në nxitjen për dituri. Krahas saj në vetvete ajo përmend edhe disa të mira të cilat vijnë si rezultat i qiltërsisë sonë në raport me diturinë. Mirë po, që të mos keq kuptohemi, që të mos mendojmë gabimisht se këto që përmendëm janë synimet të diturisë. Ne me lejen Allah te bareke ve teala fillimisht do të flasim për synimet ose objektivat ose qëllimet fillestare dhe kryesore të diturisë, e pastaj me lejen Allah te bareke ve teala do të shpjegojmë veç e veç se cilën prej këtyre këshillave ose mirësive të diturisë që dietari ynë i famshëm Wahbi ibn Munabihu ka përmendur.